Këtu është horoskopi i enjtë 20 nëntor 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Sot yjet e lehtë, të mirë edhe nga ana energjike, favorizuan udhëtimet e shpërnguljeve. Në dashuri mund të jetë dita më e mirë për të pohuar veten dhe mbi të gjitha për të përjetuar disa emocione të reja. Demi. Periudha krijuese. Gjithçka është në duart tuaja, ju mund të bëni takime të mira dhe të përjetoni emocione shumë të veçanta. Binjaket. Ju do të merrni një përgjigje të rëndësishme brenda 3 ditësh. Në dashuri ka disa konflikte, por do të shihni që do të dini si ta zgjidhni atë. Gaforja. Fusha praktike kërkon durim dhe ekuilibër. Në dashuri, dëshira për të bërë zgjedhje të reja. Luani. Sot ju jeni 5 nga 5 yje. Si luani i pajpur që jeni, zotëroni forcën, dinamizmin, perceptivitetin, të gjitha cilësitë që do t'ju lejojnë të kapërceni shkëlqyeshëm çdo pengesë që do të hasni gjatë ditës. Virgjeresha. Mëngjesi është pak i mërzitur, i lodhur, nëse ka pasur një diskutim të ngjarë që ju nuk e keni metabolizuar atë që ndodhi. Kushtojini vëmendje shpenzimeve, ka edhe nga ata që vendosin të shesin diçka ose të ndryshojnë strategji në punë për të shmangur humbjet e mëtejshme. Qetësohuni me një njeri dashi. Peshorja. Një ditë e ribotimeve të vogla, por të rëndësishme, të shpresës, të krijimtarisë. Angazhohu vetëm aty ku je vërtet i sigurt se mund të kesh sukses, lajme pozitive për ndjenjat e tua. Akrepi. Ju mund të jeni në gjendje të bëni marrëveshje dhe aleanca. Është e rëndësishme të forcohen projektet ekzistuese të punës. Do të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj, të cilat nuk i keni bërë në një kohë të gjallë. Shigjetari. Shmangni polemikat në familje nëse e bëjnë veten më të fortë në këtë ditë. Në dashuri, jini të kujdesshëm nëse ka një njeri që është larguar. Në këtë periudhë mund të përpiqeni të pajtoni ose të gjeni një ekuilibër. Bricjapi. Thjesht duhet të kuptoni se çfarë doni të rindërtoni. Faza e rinovimit dhe ndjeni shumë të fortë, prisni me padurim rezultatin e disa negociatave të punës, edhe dashuria shfaqet duke pritur. Ujori. Duket si një ditë e lodhshme, larg dashurisë dhe mendimet tuaja janë diku tjetër. Kini kujdes nga shpërqendrimet, veçanërisht nëse merreni me para. Përballuni me lajmet pa probleme. Peshqit. Ju duhet të merrni parasysh parat, ka pasur shumë shpenzime ose midis sot dhe nesër do të duhet të merreni me një çështje në shtëpi. Mos vendosni shumë mish në zjarr. Dashuri grindavece është faji juaj. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.